Ndryshime edhe në prefekturën e qarkut të Vlorës përgjatë të ditës së djeshme është konfirmuar edhe vendimi për zëvendësimin e prefektit të qarkut. Evis Allushi konfirmohet në detyrën e prefektit të qarkut të Vlorës dhe zëvendëson në këtë post ish prefektin tashmë Platon Nesturi. Vendimi për emërimin e Evis Allushit në postin e prefektes së qarkut të Vlorës është marrë përgjatë të mërkurës nga Këshilli i Ministrave dhe është bërë publik mbrëmjen e ditës së djeshme. Në vendimin e Këshillit të Ministrave është parashikuar që sipas dokumentit zyrtar të publikuar në faqen zyrtare të Kryeministrisë me propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme është vendosur që Platon Nesturi, prefekti i qarkut të Vlorës, të lirohet nga detyra. Evis Allushi emërohet prefektja e re e qarkut të Vlorës. Në vendim thuhet se ky akt hyn në fuqi menjëherë dhe është botuar këtë të njëjtë edhe në fletoren zyrtare. Dokumenti mban firmën e kryeministrit Edi Rama dhe përmbyll ciklin e ndryshimeve të fundit në administratën territoriale. Një akademike është vendosur si prefekte e qarkut të Vlorës, një femër e cila do të drejtojë prefekturën e qarkut Vlorë, Evis Allushi, që vjen në këtë detyrë pas vendosjes së kandidaturës të një tjetër gruaje, por si kandidate për Bashkinë e Vlorës, Brunilda Mersinit, vetëm 2 ditë më parë. Allushi prej vitesh është pjesë e arsimit, sistemit arsimor universitar në Vlorë, ku ushtron detyrën e pedagogës në Fakultetin e Shëndetit Publik. Gjithashtu, Evis Allushi ka garuar në zgjedhjet e 11 majit edhe në garën për deputetet e qarkut të Vlorës, në të cilën ka marrë një numër të konsiderueshëm votash, por pa ja dalë që të fitojë mandatin e deputetit. Gjithashtu, vjen pas një karriere edhe në politik, ku ka qenë pjesë e Këshillit Bashkiak të Vlorës, detyrë të cilën nuk do ta ushtrojë më për shkak të emërimit në postin e prefektes së qarkut. Platon Nesturi, ish prefekti i qarkut të Vlorës, qëndroi në këtë detyrë për rreth 9 muaj. Ai zëvendësoi në këtë post më parë prefektin Kristo Kiço, i cili më parë zuri vendin Evangel Tavos në vendin e mbetur vakant, pasi Tavo kandidoi për postin e kryetarit të Bashkisë së Qytetit Bregdetar, të cilin më pas e fitoi me shumicë votash. Nesturi u emërua zyrtarisht më 9 janar 2025 në postin e prefektit të qarkut. Emërimi i Allushit vjen në një moment të rëndësishëm për përfaqësimin shtetëror në qark, në prag të riorganizimit të strukturave vendore, por edhe zgjedhjeve të pjeshme për Bashkinë e Vlorës.